Mirë se erdhët në vlogmas 24 dhe sot është prag Krishtlindjesh edhe Krishtlindjet janë ndër të preferuarat e mia. Do ishte mirë që unë të kisha vajtur pak në kish, por jam shumë vonë për punë dhe do iki pas pune, që shumë do ikim dhe nesër. Ja ku dolëm edhe nga puna me dhurata sot. Po thoja, dolëm edhe nga puna për sot, po iki të marrë një kafe të Monsheria dhe pastaj do iki poshtë, do iki pak në kish, pastaj do iki do bëjmë një çik pazar. Që kështu, vem të Monsheria tani marrim një kafe në një gjë për të ngrënë. Jeni kurioz me çfarë më ka dhuruar puna? Një dhuratë kaq e vogël që shumë nuk ka ndonjë vlerë të madhe, por ishte e këndshme. Doa t'rregoj ku ta arrim në shtëpi. Foto. Ja dhe arrat për salcën. Na hoqe çmimin, me 6.000 lekë i gjetëm. Po marrim edhe një kokër sheg. 2.700 lekë vetëm kaq pak gjëra. Çmimet janë rritur. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy. Dhe sa po më thanë që mund të hyni, sepse bileta është falas dita fundit sot. Të hym thoni? Po çfarë do bëjmë ne aty? Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be? Panettone pa fund të 1.1 euro. Sa të bukura këto kanat e vogla. Keni edhe kështu për vajrat, dhe gjëre. Tani pyetja është a ka hap se vera, ja paska. Për këtë erdha këtu, nuk më të vendi. Ja. Këtë marrë në këto të dyja. Këtë këtu më interesante. Këtë zjoda si përfundim, tani nuk e di apo kjo është më e mirë. Kush mendoni ju vetë, kur ta ke marrë unë, do ke mbaru punë, po këto dy lloj që kanë. Try to let go of all of the nonsense that you put me through. I give. Ja dhe dreka, përdora disa nga pjesët e pulës, i ngrova pak në tigan bashkë me kërpudhat edhe me bishtajat, se patate nuk ngelën më. Tani do ai drek se jam tu vdek për bukë. Ky lëngu në lëshuan pasi janë ngrohur, sepse në gjalpi dhe ngjyra e pulës ta i ngrin dhe unë këtyroj dot ashtu që kështu duhet ta ngroses bën. Më kishte zënë një gjumë, një 4-5 orë, që se keni iden dhe ora është 8:30. Mendoja se do vinte reja, që kështu mendova të bëja roston, por reja kishte punë dhe nuk do vinte, dhe roston do është për nesër për Krishtlindjet. Kisha vendosur që këtë video ta postoja me datë 25, do më thënë nesër, por do e postoj me 26, se s'kam çaj bëj, se ndodhin dhe këto, dhe do ketë më shumë content, duke qenë se nesër janë Krishtlindjet, duhet ble dhe një 2 dhurata të fundit. Edhe do ju tregoj dhe më shumë, që kështu dhe ju do kënaqeni më shumë dhe besoj se nesër të gjithë do jenë të zënë dhe s'do ketë njëri kohë që të shikoj videon time. Po dal një sekondë deri në market se duhet marr 1-2 gjëra dhe po iki një vrapte ju do vini si gjithmonë me mua. Sa i mirë duket ai djathi aty me arra. Të marrim dhe pak gëbrine. Ja dhe ne po marrim përshut. Ja ku e bëm dhe pazarin dhe t'ikim në shtëpi tani. Dhe ja ku erdha në shtëpi dhe t'ju tregoj se çfarë kam marrë sot gjatë ditës. Në radhë të parë, do hap dhuratën që më të bënte puna. Nuk është se është një gjë e madhe, por çdo vit ne na kanë bërë kartolina që kështu këtë vit na kishim vendosur të na bënin një filxhan.
Edhe normalisht si 2021 nuk mund të mungonte maska e Covidit, si mund ta shikoni, kanë menduar për çdo gjë. Edhe ka shkruar këtu Be Connect, thank you, great job. E shikoni, më falenderojnë, ti mbaj mend çdo ditë që të pi çaj këtu. Kjo portokallia brenda më pëlqeu shumë, më sakt mua më ra i zi, por e shkëmbeva me një kolegë të puna. Dhe kjo ishte kutia që na kishte bërë dhuratë puna. Dhe po e vë këtu poshtë pemës, te dhuratat e tjera që kam marrë. Tani tjetër, tek 1.1 euro, mora këtë panetone mikroskopike me cranberry. Mora dhe një hapse vere, që do hap verën tani, se unë mendova t'jeta hap pa hapse dhe nuk ishte aq punë e suksesshme. Mora një shake, se dua të bëj një sallat, më saktë doja ta bëja sot, por siç vajti plani nuk e bë. Mora edhe arrën, se doja me bëj një salcë. Më saktë to do i bëj nesër, që ju se si do i shikoni. Tani që isha në market, mora proshut, mora bri, djath, mora ujë, mora dhe një Sprite. Këto mora tani në market. Do bëj një pjatë tani me djathra që do ua tregoj edhe juve një brapë. Ta hapim verën njerë, jemi që jemi. Te drasa në fillim vura panetonen e vogël në mes. Preva një moll, do pres edhe një tjetër nga ana ndej që të krijojmë drasën e bukur. You put me through, I give it up to you, I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited, you wanna hold me close, but I know what you have to. Yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, right. Ja dhe proshutim, dashuria jetës time, vdes mbaroj për proshut fare. Edhe ma preta e goca super hall, mirë që ta vendosim direkt aty. Ndërsa ky këtu është djath i bri, ka këtë formën kështu, e heq nga kjo qesja e vet, e heq edhe nga kjo qesja tjetër, që e fashon, edhe kështu si bute, shikoni është si djath bebe, por shumë i shishëm. Këtu mora vetëm 1.000 lek. Dhe do e vendosim tani direkt kështu këtë. Dhe ja paka shumë drasa jon. Nuk ka dalë në maksimumin e saj, por nuk ka rëndësi se duket shumë e shishme. Dhe ja super pjata ime, krye vepra, i hodha dhe disa arre dhe rrush të thatë, gotën e verës që u duk si shampanj e mbusha, The Witcher, këtu është Suzana në friend font, dhe ju do thoni çdo Suzana te coveri, nuk është, po thjesht kam shkarkuar një foto të Suzanës edhe ka ngelur aty. Edhe ja The Witcher këtu te Filma 24 Pirateri. Ta hapim sezoni 2 episodi parë. Netflix. Jo, do hapet një AliExpress, çfarë do lloj gjë tjetër, pastaj kam qenë njerë me babin dhe mamin dhe Rejan, dhe po shikonim dhe u hap një faqe për të rritur, kështu pa dashje, ua, turpi zotit. Edhe nisi. Nga të pjata ime, krye vepër, hosa po më hahet, të marrë dhe gotën e verës, të fik të dritën që bën që jep mundësi juve të shikoni, edhe të ndes një dyqërin, edhe kjo është pamja me pemën, gota është atje, dhe gati të shijojmë mbrëmjen, vigjiljen e Natales, pra Krishtlindjesh. Gëzuar! Mirë
Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në vlogmasin 26. Po e morët vesh mirë dhe vazhdojmë vlogmasin deri në datë 30 ose 31, nuk e kam vendosur akoma. Sot është data 25 dhe më thënë sot janë Krishtlindjet dhe unë jam veshur, kam vesh pallto të kuqe, bluzë të bardhë, xhinse, një paltaka. Edhe po dal, nuk u çova dot herët të ikja në kish, po iki tani të ndesnja 2 qërinj. Edhe po marrë të buzën se kam veshën palçisme me tak dhe po dëgjua atë njeri që ka rënë rrugës ose kam bërë aksident, kam qenë unë se kam rënë nga çismet e mia me tak që kam vite që si vesh. I ka tani se duhet të takoj Rian dhe ajo ka dalë që kështu jam bërë bukur edhe po dal. Sa patemi? Se u trepa me butullace. Dhe këto janë çismet me tak që po flisja, kam bërë që tani thjesht 4 metra rrugë dhe që tani më dhe më kombët. Dhe tani është ai momenti që bëra edhe 10 hapa të tjera dhe vendosa që t'ikin shtëpi ndërroj, edhe pse rrim bukur se më dhe më kanë kombët. Kjo ishte eksperjenca ime me taka për sot. Nesër do bëjmë më shumë rrugë. E pasi pash që puna e takave nuk është për mua, u ktheva në shtëpi, vesh avansat e mi dhe të iki tani se vajti vonë. Shesh, vansa, tok. Nuk jam unë për taka, jo. Pola dhe Merian është me vones, që kështu po e marim avash. A marim e një kafe, se se tjetë për mund të apim Merian. Edhe erdhëm në një dyqan lulesh, dhe po i marja 2 tulipana. Dhe po bëjmë diçka të vogël këtu për Rian, që të duket bukur. Shikoni sa të bukura, hym edhe në frigorifer hym. Këto janë të gatshme. Kjo është me orkide me siguri. Orkidea? Po. Sa e bukur. Edhe kjo. Rose. Ne nuk do marrim diçka kaq të madhe. Marrim një gjë të vogël. Ja dhe tulipanat, që ka lloj ngjyrash. Edhe këtej plot lule, por kjo drita që nga çka me probleme. Sa të bukur. Dhe kjo mendoj se është kompozimi më i bukur me mandarina, me këto të kuqet, shumë i bukur. Të lumshin duart. Unë kam duar shumë. Po, kush të njofte? Dhe i vëmë muzikë sa i pjesë. Ja dhe lullet që i morëm. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me why it. Mira, i mora një gjë. Për mua janë? Aha, na, gëzuar. Mora 2 tulipana, një una, një ti. Po janë për mua. Po për ty janë, do me thënë që ne jemi 2 motra dhe i mora të bardhë. A të pëlqejnë? Po. Sa bukur që ke po. Let's make this fleeting moment last forever. Dhe takova Rian, ja dash lullet, ju urojmë Rias gëzuar festat edhe këtu. Edhe ju njerëz që të qitë. Fatë një vit sa më të mjaftohet për vitëri. Thuhet për vitëri Fatë një vit të bardhë. Edhe ne sa po pyetëm për një Mickey Mouse në Dru, dhe kushtonte 50.000 lekë, shumë lekë. Kur ta kemi rrogën 5, 6, 7 ose Ja vlente, se ja vlente, se kështë bëgja e madhe. po e madhe ishte dhe me Dru Si po bënë. dhe me Dru. Do më thënë ja vlente për çmimin, por për buxhetin ton nuk ja vlente. Kam lekë për Qa e muna? Edhe tani po ikim. Thjesht nuk është prioritet i erësit ajo, po shumë lekja do i argjoj tani. Dhe tani do ikim të hajmë diçka dhe po shoh një tjetër që bën ka piktura shumë të bukura, po i bën ka tradicionale. Jemi te rruga e pedonales dhe kjo mund të jetë një nga rrugët më të bukura që ka Tirana, me thënë drejtën. Se kemi akoma teatrin, po hajde.
Do e kemi së shpejti. Dhe vjetë për një darë shtetë. Nuk dhe I hyjmë asaj teme, sa ajo temë ka shumë lapsir për shumë debat. So tell me what you're waiting for. I'm gonna keep it frozen here forever. There's no regretting anymore. It's worth Tu t'i dhe të këtu? Aty. Aty. Insert the coin, po. Tani do hedhim të 1.000 lekë. E mori me? Mori. Po të shumë. Dhe unë po lëvisja që këshu shtype. Nuk e di. I don't know, nuk të njoftë. Përte se duhet të dali. Po do të shtypim në një gjallë. Jo, duhet të dali vetë. Ja. Dali. Sa bukur. Ua, sa shëmtuar. Po t'i ku e kësha? Mos e kum kanë marrë me zorë. Dhe lokali që vendosëm të vim është të dua këtu, ka me pirja, ka dhe lokal, se reja do me pi diçka, ka dhe një si kopësht brënda, shumë të bukur, që kështu. Inshallah është hapur, se po më duket si mbyllur. Ja, hapur që nga. Shikoni sa vend të bukur gjetëm, kështu si kopësht sekret. Ku do me ulmi? Ta shtu në shumë të. Pa sa bukur. Dhe reja po më bërtet se bëj video dhe blë kamarierin të presi, të dua këtu. Shko që pozicioni ka marrë si një zonju shërënd. Dhe jemi për pasta dhe po shikojmë këto. Unë mendoj këtë, kurse reja du me marrë karbonarën. Ullëm dhe të dua këtu si që thamë, tani po presim që të vinë gjërat dhe po më hahet shumë bukë edhe duhet iki në shpite të gatuaj për Krishtlindjet. Gëzuar Krishtlindjet. Ja dhe reja duke punuar për bashkëpunimin që kam me atë çantën, që nga shumë e bukur. Duke munduar për fotot që t'ja realizoj bukur. Reja? Po lodhesh? Se duhet prata në qaka shumë e shishme. Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. My whole world has shifted again. Now I drive back to an empty room, and it's setting in. E ka qanë kuptimin e plot të fjallës 10 me unë. Ja si është mrena, është super e shishme. Ja e të pasura. Po hëngrëm, mbaruam dhe kemi barë plot edhe do ikim do pim kafen, se ju thash që... Ja pi meridion. Po, një minut, ta marroj fjalim, se ju thash që kur dal me reja nuk e pi kur kafen. Që kështu, sepse i kemi në një vend që hajmë edhe kafja i më ngellet kështu si... Edhe jo si do më të qojnë mua, në një lokal, që unë nuk ja kisha idenë që kishte këtu në Shqipëri, tani o ka paralisur kjo mua. Tani unë nuk jam shumë e sigur që ka i shumë mace, po e di që ka mace. Më tha që ka 30 mace, një lokal plot me mace, dhe kam parë te vlogu i Gjinës, që jeton në Kore. Dhe ja ku do e pim kafen, te përshtatshmja. Ty do të merren mend këtu. Pse? Dhe që sa shpejt e së më? Se ka qlarë që në më kajnë? 4-4. Dhe erdhëm tek coini. Dhe pamja tek coin është kjo.
Dhe ne jemi jashtë. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Deria sapo na mori një biskotë. Ka marrë aty dhuratë. Dhe ja si janë. Kush ka provuar si këto biskotat më kupton shumë mirë. Ja djathin. Të marrim dhe pak prosciutto. Edhe tani direkt do nisim nga darka, por më para dua t'ju tregoj diçka që më solli Nadia, një gocë që bën video në YouTube. Nëse nuk e shikoni, ju ftoj që ta ndiqni se bën video shumë të bukura dhe dua t'tregoj direkt tani se e takova këtu dhe ishte një kënaqësi shumë e madhe. Edhe tani do nisim me darkën. Nadia na solli këto 2 koronat dhe falenderojmë shumë. Edhe gëzuar dhe ty Nadia. Dhe ju ftoj që ta ndiqni në YouTube Nadiën edhe në Instagram se bën video shumë të bukura. Shumë faleminderit për mendimin. Dhe për të nisur biftekun si quhet roller, roston, e kanë nisur me vezët që i kam vënë për të zier. Ja po i zjem mirë. Vazhdojmë të grim karrotën, e grim me këtë rendën e vogël edhe po i grim kështu. Kam ngrirë 2 karrota, kjo është e treta dhe do i grim mirë këto. Dhe vazhduam me gogozharin që e preva kështu në copë të holla. Edhe këtu kemi biftekun e dërrit, mirë do ishte që t'ishte pjesë rosto. Por kur vajtëm ne, pjesa e rostos kishte mbaruar, që kështu ne po e bëjmë me biftek. Do e sajojmë me biftek. Por perfekte do ishte që t'ishte rosto, por dhe kjo bën punë. Ja dhe vezët e zjera dhe tani do vazhdojmë me mbushjen. Te bifteku shtrojmë karrotën. Specin. Këtë mund ta bëni si të doni, por mua ma ka pas tregu një komshie që kur kam qenë në Poliçankët, para 100 vjetësh. Edhe tani do i vëmë vezën. Dhe pastaj do e mbështjellim. Shumë e bëj kaq shumë të thjeshtë, por është shumë e shijshme. Dhe i shtuam dhe pak më shumë dhe tani do e mbështjellim. Dhe ja ku grim 3 çerekun e hurdrave, t'ja hedhim tek tava. Te tava, mishin e kapa me stucika dent, i vura te tava direkt, i hodha patate dhe selino, do i heth edhe urdhrën, se aroba t'ja hithja brënda, ju më duhet t'ja hithni brënda urdhrën, jo si unë, por do e mbush plot tash që kështu. Të vazhdojmë. Dhe tava është gati direkt tani për forë. Vjen një aromë shumë e mirë, tani nuk e dim si do dalë. Kam shumë vite pa e bërë këtë recet, diku te 11 vjet. Ja dhe se po flasun se si po gatuan, kemi vendosur qërin, got me verë të bardhë, kemi bërë dhe një si tip antipaste që ka gjërat mira, moll, sheg. A, pse bërë dje kështu? Dje i kisha bërë më shumë vlerë. E po tani. Na bëftë mirë. Dhe këtu kam vëmë bishtajat që të skuqen, si ua kam treguar edhe te videoa e parë, sepse kishin ngelur gjysma, dhe i morëm me vete t'ja bëja dhe reat. Dhe nisa na sallata me spinaq, kam hedhur spinaq dhe sheg. Dhe tani do vazhdojmë me përbërësit e tjerë. Kjo sallata është vetëm për mua, se Rea nuk e ha. Do vazhdojmë me rrush të thatë. Ti the se dua. Me rrushin e thatë. Do vazhdojmë me dardhë. Si jeni ju, si unë as Rea, i doni sallatët kështu? Sallat me limon, shepa. Tradicionale apo kështu? Sallat moderne. Moll. Këto i kam prerë pari prakisht. Edhe plot djath kaçkavall.
Dhe sa një doli kjo spica. Ja, që duket që tani. Do i bëjmë edhe limon, vaj ulliri. Do i hedh edhe tash i vaj në ullirit, limonin, kripën, do i hedhim ndoshta edhe pak mjaltë. Në të tërja. Ja, duket ka shumë e shishme. Ja edhe darka jon. Rostoj pjekun me patate dhe pak selino. Sallata që qyshe morët vesh, jo ndështë preferuarat e rejas, por shumë e preferuar për mua. Bishtajat, që kemi jetur edhe djath kaçkavallë sipër. Salca që e bëri reja me arra, duket shumë e shishme. Edhe sallata për rejan, sallatë modeste, me sallatë jeshile, qep, limon, edhe spec turshi. Dhe kjo është darka jon për sot. Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. My whole world has shifted again. Now I drive back to an empty room, and it's setting in. Now that your things are gone, what have I done? Was everything worth this? I guess I deserve. Edhe këtu jemi në fund të vlogmasit për 2021-shin. T'ju them pak për shtypjet e mia, ishte vlogmasi i parë që unë kam bërë, që kështu ju kërkoj falje nëse nuk jam pasur mundësi që të hedh video për ditë, ose të kem mundësi që të kem bërë më shumë gjëra, por duke qenë se ka qenë vlogmasi i parë, sa jam mora dorën, sa u mësova, prandaj kanë qenë këto probleme. Por jam kënaqur shumë, më keni kënaqur shumë me komentet, me tërë energjinë pozitive, me tërë feedbackun pozitiv që më keni dhënë. Më keni kënaqur tmerrsisht shumë. Viti 2021 ka qenë viti ku unë kam hap kanalin tim dhe ka qenë një lloj ndjesie shumë e bukur që të kem diçka timin si kanali YouTube-it, dhe jam kënaqur shumë nga mbështetja juaj, dhe këtë minutë këtu dua ta marr që t'ju falenderoj të gjithëve për të gjithë komentet pozitive, për të gjithë subscriber dhe për të gjithë viewersat. Jeni të mrekullueshëm. Ju uroj që Krishtlindjet t'ju kenë gjetur sa më mbar dhe vetëm mbarësi paçi në familjen tuaj. Dhe kam edhe një lajm të mirë, duke qenë se me vlogmasin nuk kam pasur mundësi që të updatoj ditë për ditë, kam vendosur që të bëj vlog deri në datën 30. Nuk do e quajmë më vlogmas, se vlogmas është deri për Krishtlindjet, por do e quajmë vlog si zakonisht deri në 2022-shin. Dhe do nisim do flasim pra edhe për projektet që kemi për 2022-shin. Ju e dini që unë duhet të ndryshoj shumë gjëra në jetën time, duke qenë se shumë ndryshime të mëdha do vinë. Por do flasim edhe në një video tjetër, do flasim më shumë për lekët, për menaxhimin, do flasim për shumë gjëra, edhe më produktive, do nisim palestrën, do nisim prapë dietën, kemi shumë plane, domethënë, që kështu, mos ma kërceni edhe një subscribers tjetër ju që jeni të rinj, dhe shpresoj që të argëtoheni sa më shumë në videot e mia, edhe të keni vetëm lumturi dhe mbarësi në këto ditët e festave. Mirupafshim, dhe ju dua shumë, dhe ju uroj përsëri gëzuar festat. Mirupafshim!